Shikosë ndëruar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ju përshëndesim të gjithë shikuesit tanë që tashmë janë duke pritë që të startojë emisioni Rruga Ndriçuar me profesor Dr. Shefqet Krasniqin. Siç e dini, ky është emisioni drejt për drejt çdo të njëjtë nga ora 21. Hoxha ndëruar, selam aleikum dhe mirë se erdhe. Aleikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuhu, mirë se gjej. Ata shikues ndëruar, pjesa e parë për sonte do të jetë për temën që ju kemi premtuar javën e kaluar, pra për rëndësinë dhe vlerën e prindërve, pastaj pjesa e dytë do të jetë e hapur për ju që të bëni pyetje përmes linjës telefonike dhe njëkohësisht edhe pyetje me SMS. Hoxha ndëruar, do të flasim pra për rëndësinë dhe vlerën e prindërve, ashtu siç edhe ju premtuam javën e kaluar shikuesve tanë. Na flisni pak për obligueshmërinë tonë që kemi ndaj prindërve, pra ndaj nanës dhe babës. Pika të shkurtë sepse kjo është një bajagë e gjatë. Patjetër, Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili ka mbjellur dashuri të fortë në zemrat e njerëzve ndaj njëri tjetrit. Në veçanti dashurinë e prindit ndaj fëmijët, e cila në rastet dërmuese absolute është dashuria më e sinqertë, është dashuria më e përkryer, më e nivelit lartë, është dashuri mbi çdo dashuri tjetër. Por edhe në anën tjetër, i madhi Allah me rahmetin e vet ka mbjell dashuri edhe ndaj dashuri në fëmijën ndaj prindit të vet. Instinktivisht, pa pasur nevojë me ushqye këtë dashuri, me kultivu vetvetiu. Dhe jo vetëm tek njeriu, por këtë dashuri të ndërsjell të prindit ndaj fëmijët dhe të fëmijët ndaj prindit, e ka mbjellur edhe të krijesa tjera të bota shtazore. Për atë arsye, i gjen shtaz të tjera, për atyre shtëpiake, prej pules e knusit, deri të lëpte, deri të delete, deri të shtaz të egra, e tjerë. Me momentin që e lind voglin, ka një dashuri të hatashme mes vetë. Sa që po ja morët voglin para tamës, para syve të nanës, shembull ja merr zogën e vogël para pules, pula ik për njerit. A ik për njerit pula, ik për njerit. Maca ik për njerit. Po, mërja të voglin pules, që ka ndodhë? Fillon me bën rezistancë më lart. Me të vërsul. Pse? Sepse dashuria ndaj të voglit është më e madhe se sa frika ndaj teje. Harran tash që ti je më i fortë. Harran frikën që ka për njeriu. Dhe krejt koncentrimi i saj, fokusi i saj është qysh me shpëtu të voglin, qoftë edhe me sulmue njeriu. Deri tek shtaz të egra. Dhe kundërta, fëmiu i vogël vrat pas nanës të vet.
Pse s'shkan mas shtazve tjera, që njëjtit lloj, njëjtës ngjyrë, njëjtës moshë, por pas nanës vetë. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ai ëmbël, mësues, këshillues, por kanë me këshillu ata që kanë men, ata që s'kanë men, e që nuk dojnë mi përdor mi fut funksion met, fali sa dush. Ka thana i bekuar, Allahu i madhruar, mëshirën e vetë, rahmetin e vetë, e ka ndarë në 100 pjesë. 100. 99 i ka lënë për botën tjetër. Të rahmetit mëshirës vetë. Një pjesë, një hise, me fjallorën e sëtë shumë matematikon 100-ën. E mëshirës vetë, e ka sjellur në këtë dynja. Edhe me te ka thonë, i mëshiron krejt këtu krijesa, deri tek shtaza e ëma, e cila e lin të voglin e saj, nuk më mshon shkelu me shkel, por e ngrit kamen, nuk ndodh me myt shtaza të voglin e vet. Ekstrem rall. Rallë të rallë, ato. A ka men shtaza, nuk ka që shpërun për rahmetit Zotit. Pra Zoti ka lëshu rahmet në prind, se dhe është prind, në namë, dhe i të voglit sajna. Ka lëshu rahmet edhe të gruja, të njeriu, rahmet në dhe i fëmiju të saj. Dhe është në gjendje jetën e vetë me dhamë, për me shpëtu fëmiju në vetë. Imaginate që ka do të thëtë me dhanë njeriu jetën, se një ma i shtrajt, ma i shtrajt. Për çka? Me shpëtu fëmijën. Por gruja nuk e jep jetën gjithmonë për burr. Nuk e jep jetën gjithmonë për vëlla. E për të tjerë. As për babë ndoshta se jep, për vladë jep. Mirë. Nëse baba dhe nana, veçanti e ëma, nana, ka të shumë është e dhane, e ndishme, e mshirshme, e kujdesshme ndaj fëmijët të saj, përballë vujtjeve të saj, hjekave të saj që i ka. Atëherë, vetë ju kuptohet se ndaj që ati personi ki hak mas shumë të në këtë dynja. Për ata i madhi Allah, se sështë atë edhe një tema shumë e gjanë, dhe për këtë ne mund të flasëm dhe në 12 natës. Edhe ma shumë, ndoshta. Për atë arsye i madhi Allah, obligimet tona, ne i ka klasifikuar në 2 fusha, në 2 rrafshe. Në rrafshin vertikal, që është në raportet tona me Zotin, me dashtë Allahun, me besu Allahun, me shpresu të Allahun, me friksu Allahun, me falë për Allahun, me agjeru për Allahun, me shku në haqë për Allahun, me dhanë zeqat për Allahun, obligime tona karshi Zotit, në njërë vertikale, dhe që jenë të shumëta. Dhe në anën tjetër, obligime tona në rrafshin horizontal ndaj njerëzve. Dhe kryesave tjera, për fillim, është ndaj njerëzve, sepse s'ka logjik njeriu me respektu hajvant e me shkel me myt njerëzit, për shembull. Ose për ujë natyrën pyllën atje për i vrasë për myt njerëzit. Po të më rëndësia pyllën natyra malet e drojt a njerëzit. Pra s'ka logjik me thonë ati, me shku pas njerëzve me te kalu njerëzit. Por fillimisht respekt ndaj njerëzve, sepse të llojit tënd. Të mirët këqi, të llojit tënd janë, e pastaj krijesat e tjera, deri të krejt bota. Obligimet tona karshi Allahut dhe obligimet tona karshi njerëzve. Obligimet tona karshi Allahut pastaj ka renditur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ashtu me radhë. Dhe të gjithë e dim se mas shahadetit, mas besimit në Zotin, obligimi numër 1 vjen namazi.
në raport me Zotin. Në raport me njerëzit po është. Obligimi i parë i njeriut ndaj njeriut është obligimi i fëmijut ndaj prindit të vet. Numër 1. Ndaj prindit. Është me rëndësi njeriu të kuptoj këtë renditje, këtë klasifikim. Sepse prapë përdore këtë shprehje psikologjike, nuk ka logjik fetare, jo logjik se ka të farë logjik këtë dynja, po nuk ka logjik fetare dhe logjik të shëndosh, me parimet shëndosha, që ti ta respektosh njërin e huj, e shokun tën, e kolegën tën në punë, e tjerë, sakrifikon për të, shumë senet të mira i bën për të, nësa babës të në burë, më të qelë dirën me i folë. Sepse ti ke kaluar, të parën, dytën, tretën ke shku në fund atje. Që ajo është mirë, por këtë i kalu diçka që është më mirë dhe më me rëndësi. Njërë më të rëndësishëm. Sikurse në të kundërten, në ka logjikë vëlla, në shku me pyetje, a bën me ditë cilët janë fukarat, në Saranda që në fund të Shqipërisë. Hyj, mashallah të kofta, këtë fukarat i kryu dhe në Saranda, e të shpetane, po, valla, fëmija ti dalin lypin. Qka? Po. Fëmija ti dalin lypin, ndërsa kë, jo të i dytë të i treti, po shkon në fund atje ka në spalë, në katon është kofi me Greqinë atje në fund dënjas, shkon atje edhe lipu ka fukare. Parimi është, ku dhe që jep fukarave, është mirë, por me lanë fëmijët e tu uni, e me hjek, e me shkuet të tjerët më kujdes, nuk është logjike shëndosh. Dhe me lanë prindin tënë, e më kujdes për të tjerët, nuk ka logjike shëndosh gjithashtu. Pra, Allah i madhruar, na ka obligu, na ka bë farz numër 1 ndaj prindit. Për atë arsye Allahu na ka thënë në Kur'an këtë. Edhe në shumë vende, ndërto thot Allahu: "Wa qada rabbuka alla ta'buduhu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allahu ka caktu, ka bërë urdhër, ka bë farz, thuaj si të dush, që mos të adhurohet askush tjetër, pas lartë madhërisë të tij. Urdhër e Allahut, o ju njerëz, mos adhuroni gurën, e drurën, e hanën, e diellin, e tjerë, mos adhuroni njeriu, mos adhuroni qiellin, mos adhuroni peshkun, mos adhuroni shpellën, e budën, ku diunë, mos adhuroni askën pas Zotit. Me njëherë farzë ditë se kjo është në raport me qiellin, në raport me tokën, wa bil walidayni ihsanan, edhe sillni mirë ndaj prindërve. Vetë fakti që ka rëndit respektin, obligueshmërinë e respektit të prindërve, me njëherë mas lartë madhërisë së tij, i bjen se prindrit janë më njëherë mas Allahut. Më njëherë mas Allahut janë prindrit. Për njeriu. Për atë arsye, ne muslimanët e kemi farzën e parë, kushtin e parë, e që është besimi në Zotin, e adhurojmë Allahun, se Allah pat mos adhuron askën pas Allahut, ne pe adhurojmë, por i dyti respekt ndaj prindërit. Dhe jo vetëm kaq, por Allah i madhruar në forma të ndryshme flet për respekt ndaj prindërve. Abdullah ibn Abbas, në shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot: Allah i madhruar 3 gjëra. Allah i madhruar i ka zbritur 3 ajete të ngjitura me 3 ajete tjera. Nuk pranohet e para, nuk pranohet e dyta, nuk pranohet e para pa plotsu edhe dytën. Apo nuk pranohet njëra pa plotsu tjetrën, thuaj si dush. Ka thënë Allahu azza wa jall: Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Ajeti e Kuranit, pjesë e Kuranit. Respektojeni Allahun dhe pejgamberin e tij. Andaj, ai i cili respekton Allahun, thot Abdullah ibn Abbas, fjalatina është halal, por nuk e respekton pejgamberin në realitet, de facto, se ka respektuar Allahun. E di çfarë bie kjo? Sa për me afru për ndryshe shembull shumë i lartë, për me afru pak a shumë. Çfarë bie kjo? Dikush e ka e ran babën tën. E dën babën tën, e respekton. A mo ty të shon ka cilët? Ç'ndin vetën babët? Ka mundësi më dashtë mu.
Ka mundësi me ma pranu mu këtë respekt që kam ndaj ti, kurse a i vetë ka thonë, a i që më dë mu, do të ma dosh djallin tem, mikun tem, shokin tem, punëtorin tem, kolegin tem. Ti nuk ja dënë, ja shanë. Allahu nuk ka djallë, por pejgamberi ka të dashur. Dhe e vetë ka thonë, ati Allahu, ati Rasul, respektojeni Allahun dhe respektojeni pejgamberin, urdhër i Zotit. Andaj ai cili respekton Allahun, por nuk e respekton pejgamberin, ai nuk e ka respektuar Allahun. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall, wa aqimu salata wa atu zakata, faleni namazin dhe japni zakatin, ngjitë. Falë namazin, jep zakatin. Andaj thot Ibn Abbasi, ai i cili e fal namazin, por nuk jep zakatin, nuk i premtos namazin. E treta, ka thonë Allah Azza wa Jall, e nishkur li wa li walidejke, me falendroni mua dhe prindit tu. Andaj thot, ai cili falendron Allahun, thot elhamdulillah o Zot, por nuk i falendron prindrit e tij, nuk i ka falendruar as Allahun. A shef që është lidhen gjanat? Po gjendëruar. Ka raste që prindrit jo gjithnjë ndoshta pra na këshillojnë ose na thonë me bë diçka të mirë. Për shembull kemi shpesh atë pyetje në emisionin tonë që për shembull thot nana ose baba mos fal namaz ose mos agjëro. Në këtë raste si duhet të jetë respekti jon ose sjellja jon karshi prindërve? Prindi është i ëmbël. Është i dashur, është i dhimbshëm, është i shtrenjtë, është i çmuar. Pavarësisht çfarë prindi është. Dhe gjithmonë them, atyne që ka nevojë mi thonë, apo ata që konsultohen, apo që na pyesin e tjerë. Pavarësisht prindët, a është i mirë ai keq? A është i ditur apo është ignorant? Pavarësisht. Për ty është prind. Ti je pjesë e trupit ti dhe zemrës tina. Ti je kopi ti, pjesë e ti. Andaj ki hak ndaj ti ma shumë se sa ndaj krejt njerëzve në dynja. Dhe kjo nuk ka marrë, po është nderë. Je baba em katonar. Tani çka ka lidhje? Pa më nërkosu se shko ashtë e është baba pësë... Je baba em ignorant, nuk për din. I kanë radhëm, s'po më flet. Po në baba këmë pa dhëmë. Për mu është shumë i mirë, a i se dikur i ka pasë dhëmë, të pe kanë rasa plak. Pa më bejtët pra babë. Pa që shjepë, dhe mu kanë më radhëm dikur e tyje, baba është taj. Për mu është më i mirë. Je po flet pa lidhje, prap është më i mirë. Për tjertë nuk është i mirë, ama për mu po. Sepse je i tina, dhe është prindi yti, o vlla, një të ngjadhe të nana. Ndodh nga njëherë, prindi në punë dinit, jo në punë dynjas. Për punë dinit, punë të fesë, me shkretu. Me shkretu. Le t'ja shkreton vetë, e me fjalët e ti, gjestet e ti, del pi dini krejt. Për shembull, një prindit cilë thot, qka po falni, ko shja po hajrin namazet, ko shja po hajrin fes, feja neve në lamrapa, feja neve është hëpt, ka dalë gur, ka dalë se po fluturon, ka dalë marë, se të ka hi drejt që të ka hi, të ka nësull të barku, të ka hi drejt që, për qatë ka feja faj, të ka faj drejt që që s'pët le rahat, po ka dalë. Amo, i thët djallit, e djallit ka babë, e ka nanë, ose nanë e thët bijës vetë, qa për mloheshti, qa për ma zgatë këtë fistan, këtë dënjaj të shkurtu fistanin, ti për zgatë fistanin që i këtë vetë. E thët, këtë dënjaj të kalëzu bukurin e trupit, ty në ka fjallën për femna, ti bijem kështë për mlohën ati, qa që gjenicë ti. Qa mi thamë? Me ngu, jo, pasha zotë. Ja. Në punë të fesë, është regull i shariatit, regull i fesë, regull i Kur'anit,
në punë të fesë, kur të kundërshton prindi që është numër 1, thamë numër 1, për këtë krijesave të Zotit, nuk duhet të respektohet. Me lejon pika shkurtra ta them një shembull konkret që shkak i këtij shembulli apo këtij rasti ka zbrit edhe ajet kuranor. Ka qenë në periudhën Mekkase, vitet e para të dërgimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Një prej burrave të mëdhej, djelëve të ri, të pashëm, të heshëm, të zot, të mençur, mendje kthjellët, është edhe Sa'd bin Abi Waqqasi. E pranon Islamin ai djalë është i ri. Nana vet, një nanë e fort, grua e hekurt, unin e nalt ajo, fort, një grua pagane e devotshme në paganizëm, që mendet kur dëgjon se djali i saj më i dashuri e ka pranuar fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me rre nuk mundet të rritaj, sepse dhe kanë rre, e kanë torturu. Po nana dhe s'ka zemër me sjellë fëmijët. Çka bën ajo? Tha o birë, pa e këto. Kom dëgju se je hinë fenë e Muhamedit, a? Tha, po, nana. I tha, kam dëgju se ka dalë për feja. Tha, jo, nana, nuk kam dalë për fejës, po jem hinë fejë. Jem hinë fejë, nana. Unë shtashëm fejë. Unë kur fejë si më kanë. Shtash fejë më tamam. Si shke fejë tamam është. Qërë tha birë këto. Pashallatin dhe uzanat e kanë pas dhe zota idhë i statuja, e latu e l'uzza. I ka pranë Allah dhe në Koran, 2 statuja kërësor. Kanë pas qindra, por të kanë qenë kërësoret. Dhe zakonisht me kas kanë bu bind të jenë betuar. Pashallatin dhe uzanë, që ke nana jote dashur, po të epi fjallën, në nderit, as ka me hangër, as nuk ka me pi. Dhe këte risa të mshën shpirti, dhe vdes nga uria dhe nga etja, e të flasin krejt me kasit pastaj burra e gra, se Sadi e myti nanën e vetë me dorët vetë. E nuk e ftyr o birë kuj me i fol, as me dalë për para. Ja, ki mu këthyje në fejen e babalarve dhe gjyshve tu. Kjo sfide madhe, ha? Nuk është sfide vogël. A i tha, mu branon, prezet, zotit, më se bëqatohen. Muaj nana, më se bëqatohen. Unë e tha, po thëmë, një herë flasëne. O kry ke pun, haj me det, haj. Në me da nana kanë kry të ngritë o burë. Probleme i bindë. Probleme i bindë, një prut, dy janë, s'ka ko që i bindë, me pas kry të ngritë për martë pështën, po për prap një dhane prap, ta të për në qafë, në kish, ka i bënë burë, ma këllaj, jalun temeli në shpisë, hop, e në rëshpin krejt, sa me në që në nanës ka një herë. Hajme, dhe që mi bënë nanës. Një dit, 2 dit, disa dhe 3 dit, 4 dit, disa dit radhasi. Asë nuk hanës nuk për ngruja, në me për manë fjallën, ka fillu më ligë, me lëshu takati, tashmas në forë që më në të shumë. Të rështë vape madhe, lakshti, energji shumë, hargjen langje shumë, edhe trupi shumë shpejtjen të dopsu pa ujë. Kër e pa dikur këtë që nana ka për i me, o të të sinime pa des nana, dhe afro dhe i tha, oj, nanë nga më qa për të thamë. Pasha të madhin Allah, nuk e tha pasha latin dhe uzanë, po pasha të madhin Allah, jo një shpirt. Po 100 shpirta me i pasti, e një ka një medal, treke, një ka një medal, unë prej fes tem nuk dal në fejnë tane për i jetë e për i. Pra të kom nanë, i je për mua shumë e dashur, por që to nuk mujtë nga vaj. Kër e paja se djallin i me, pas ka qaq për i me edhe kë, aja nisi hangër dhe pini. Dhe i të regoj pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, se që ka ndodhur. E Allahu përgjigje zbriti për këtë regim, në rast për këtë djall, e zbriti përgjigje, ajetin koranor, wa in jahedak, ala an tushrike bi,
ma lejse leke bihi ilmun, fela tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Nëse të bojnë luftë, bukfalisht, se të luftojnë, pra nëse përpiqen maksimum me krejt mundin e tyre që kanë prindrit, për me të nxjerrë ty prej dinit në klapa, me bën ndonjë vepër të kufrit mos besimit në klapa, me bën ndonjë haram në klapa, me la ndonjë farz, mos gabë me ngu ata. O sahibhuma fi dunya ma'rufa, ndërsa në punë të dunja sillën ndaj tyre mirë me gjithë kufrin dhe idhujtarinë dhe paganizmin, ateizmin e tjerë të tyre. Dhe kjo është rregull deri në kiamet prej këtij rasti. Rregull deri në kiamet. Prindi i krishterë që fote muslimanë ortodokse, budiste, komuniste, ateiste, hindose, këtë fetë e dënjas për me në emocional, dhe tjetë qëfarë dhe le tjetë prindi është ba për ty. Pra të dhash pak më herët e për ty më i miri, e nana me e mira. Për ty është gjithë shka, në punë të dënjas. Po në urdhërën Allah në punë dënjas me s'jel dhe i tyre mirë vjen baba, që unë kam së më shtraj kam të atë, bledhi kam të. Po baba burë, baba është taj nana, që u pak levret, bledhi kam të. Mëse le babën që me marrë ruje me pjuj, o le baba që bërja ujtë babës, pra në punë të dënjas, edhe nëse si a qëllojnë nga njëherë, nga i nashtë. Që nga njëherë kemë problemëna me djeme, me vajza, me njëherë të përfëndaj që të pikë, pra, ta në dalë atë, nëse baba dhe nana të thëtë, të urdhëran, të lutë, që shdu shtujti, për me bënë do një haram, apo mësë me krynë do një farz, nuk bënë me vetë. Gjënaki me vetë. Jo, nanër mësë me ngu haram. Po, ty mire ki ti veç në punë dënjas, jenë punë dinit nanë. Punë dinit, tashe kam haramet ngu ty. Që tashe kam haramet ngu ty. Më tha nana, si të falë shfarzin e dreke, si t'jap selam, urgjent marë të onë. Qëka bo që tash? Sa ndodhi? Sa ndodhi tash? Farzi e kry. Dhe, kushmet? Dhe, shkon të nona. Jo, pa me të sëneti drekes. Po. Ma tash, i me të sëneti, po është urdhër ftesa nanës. Këtë rast qa me bëk. A me falë sënetin, e masën e me shku të nana të baba, apo me lanë sënë me shku të nana, me lanë sënetin. A shef? Pa nana me një pas farës. Me një pas farës. Por jo namazin farës, bërë me shty, por jo me lanë. Po që do thëtë shembli... Dërsa në punë të dënjas, më në mje bërë rafsh nanës e babes, me nguni, me respektu, por nëse si atë qëllon, më në bërë rafsh, sepse të prindësh me rëndësime për dëni psikologjik të mirë, atë për atë me knaqë, se edhe e vetë din që ti masë nuk e nganë, po që atë ka qef një bërë rafsh, po babë, mire ki, anë e babë, që është që a bëjmë shpëtu të din, të i meqë, mi elhamdulillah për zoti e babë, fjallë e të mungu, të pasana i dredho ka pak hajt. Respekti i prindrëve jo musliman, bëse që përmbyll me shembull që morë. E kemi edhe shembulli po, mund të flasim për të hala ma shumë, shembulli Ibrahimit alayhi salam. Ibrahimi babën jo vetëm që kishte jo musliman, jo besimtar, por e kishte edhe prej dushmanëve kryesor që hodhën në zjarr, mor djalin baba e vet bashkë me mbretin. Dhe kësnu birit veç ka cik Allah në surët Meriem, me gjithate kë veç ameli mirë ndaj babes. Ibrahimi është shembulli tipik, shembulli më i mirë në këtë dënja, a i shembulli për krejt, për të në punë të hajrit, por në veçanti në raport fëmi me prind i jo musliman, me prind arrogant, se si duhet më sjellë, shembulli më i mirë në dënja të është Ibrahimi alayhi salam. Për ata mu nuk unë vjen mirë, kur dëgjoj disa djemë veçanti, se në me motra rrima pak, për me djemë rrima shumë, për që të ndodhe me motra, ju në vëzu, dhe janë njëse akuzon babën e vetë, ajo është qafer, ajo është i vrasht, ajo është si kurse, unë e s'pak i ndjej, ndoshta pëjdhim tjesë, ndoshta kam pëjdhim, ndoshta mund të parajgjëkoj, mund të keq kuptoj, për s'paku kam i ndjen, e vetë vetijo, se po knaqet si kurse po knaqet kur po të regon që
unë jam në hak musliman, e baba dhe nana është në dalalet, është në mnerë, është i lethitur. Ma që ashtu. Gjumatina du të më thonë ma but ndaj prindërve. Unë se të veti për babën tënë. Po e së ka, dhe mu gjdo taj për babën tënë. Unë se të veti për kurreshtjes, e ki babën gjallë, po, falet baba hëtë? Të thu, Allah, falet ose s'falet. Po nuk të pyta ta shone baba hëtë, a shkon kisha, a shkon sinagoga, a shkon faltore, a shkon të budistat, a është të po nuk të veta për vlas të veta. E pëse të pënis për të fyrë e shërend? Sigur se përda me të regu që unë e baba jena largë me zvetë. Ma, sa e babë, e haqë ma shumë nërësy prindit. Haqë ma shumë nërësy tina. Sepse aje kupton që ti je një bot tjetër, a një bot tjetër. Ti një kodër, a një kodër. Thë gjallë jam qështu? Le që o rrak me këta muslimante, me këta mikrosha, me këta kota dione, po edhe po më fynë, po edhe po më rëndan, a që shtu e merë? Që ka nëse bergi shpeshtë në ndërsa, shëshe e kondër të asajna. Thë djali nuk kom vje mira si fije, a i thët, plët ka, a si fije s'po e mirë që përshkën gjami djali e. Por me gjithate, me mu vazhdojnë tjetë janë belë dhe mirë, belë dhe me mirë, sa që ka qenë ma herë. Po si familje, si prindë, nuk kam rejtje për ta, për kondra zi, realitete se për me mu pësilët edhe më mirë, se sa më herët, por që po pëngan, që më shkon gjami dhe s'po mëngan. është në ryshe shtash. Sigurisht sjellja atina e mirë do ta zgjidhni ditë. Patjetër. Do të flasim edhe pak për prindët, por është momenti për një pauzë, pastaj do të vazhdojmë me pjesën e dytë të këtij emisioni të nderuar shikues. Ju shndroni edhe me tutje me ne. Shikues të nderuar, vazhdojmë me temën e emisionit Rruga Ndryshuar me profesor doktor Shevçet Krasni, që jemi drejt për së drejti në 3 televizione, në TV Vali, TV Mitrovica dhe TV Prizreni. Sigurisht këtë emision mund ta dëgjoni edhe tek Radio Pendime dhe mund ta shikoni në YouTube. Hoxhë nderuar, metëm tek tema prindërve, por shikuesit tanë mund të bënë pjesë e këtij emisioni që tani do të thotë mund të telefonojnë. Është edhe një problem tek ndarja e djemve apo fëmijëve dhe prindi ku me shku, ose nana te djali i vogël ose i madh ose te i dytë ose te i treti. Këtë rast. Po. E zakonisht tek ne është i vogli. Po tre është i vogli. Që nuk ka rregull të caktuar në shariat me kë me shku nana dhe baba. Pastaj nana dhe baba në fakt, në realitet, nuk dohen prej fëmijëve, apo thuaj ndash fëmija nuk dohen prej nanës e prej babës. Por vllaznia dohen me zveti. Vllaznia dohen, jo prind me vlat, po vllaznia dohen me zveti. Bile, më fal, edhe nëse një djalë të asretit e ka, edhe ai pe prindit del një shtëpi tjetër, nuk ka vlerë me thënë nda prej babës. Por je po jetoj në një shtëpi vetën, shkak të rrethonave të gruasit, një këtë diun, por megjithatë me babën nuk kanë për ditë. Sepse njeriu, fëmiu nuk ndahet me prindit. Prindi ku do të shkon, sa do të rrin. Prindi të secili djalë ka shtëpinë vet. Është e drejtë e tij me zgjedh. Te madhe, te mesme, te fundit. Ma anë të gjithë, të njëri ma shumë, të tërë ma pak, është e drejtë e tij me kanë dënë me shku. Dhe po ashtu për lidhen tash përparësi me jap nanës më shumë apo gruas, edhe ky një problem bëge për hapë ku. Më duhet të them edhe nanës a babës përparësi. Të po thonë nanës a gruas. Nanës a babës përparësi, tani po dalti gruaja, po. Asi për ndërlidhen. Kështu që nana zakonisht është më e dashur se baba. Të shumica e njerëzve. Por do dhe kontërta. Por dashuria të shkan veti, respekti dohet jetë ndaj nanës ma shumë, ndërsa dëgjueshmëria ndaj babës. Kupton dallimin mes tyre? Respekti është për shembull, ja blen nanës çokoladë tinza, apo ja blen babës. Nanës ja blen. Nanën e dënë ma shumë, kesh me të ma shumë,
për mahabet ma shumë, babën ma pak. Mirë po, kur është dëgjueshmëria, nëse vinë kundërshtim urdhër nanës dhe i babës, do të pengu nanën. Më falë babën. Pastaj nanën, a? Po, të dëgjueshmëria, ndërsa të respekti, mirësia, mirësjellja, dohet nanën më shumë, se sa babën. E kur është gruaja, njerëzit mbjeket që ka një herë disa djemë, disa vllazë i prezin me zvete, i ngatrojnë gjërat. A i mund të doj gruan ma shumë se sa nanën. Dhe këtu fetarisht nuk ka gjë të keqe. Pastaj, dashuria parim ndaj nanës, ndaj gruas është e ndryshme, nuk është e njëjtë. Janë këtë dysh dashurien. Dashuria ndaj nanës, ndaj babës, ndaj vllazës, ndaj motrave, dashuri e llojit të veçantë. Dashuria ndaj gruas, ndaj burrit është e llojit të veçantë. Ajo është peqi që lindë, dhe të përcjell ditë des. Kjo fitu sot, të ma një javë një muj, të lëshan dikur me ai. Dikur bëha kitë këthejet në helëm, dikur tani të mirë. Por mund vazhdoj ditë des. Fundja, kanë ta dënë zemra, nuk ta dënë, shëqyrë që zotë e kalon për sheftë. Në respekt, pra po them këtu të respektit e mirësjellja, duhet nanës me dhonë përparësi. Në përkujdesje, do të me dhonë gruas përparësi. Qysh? Kjo është me hadith. Nëse kanë pi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse kam 1 dinar, 1 dirhem, 1 monedhë, 1 euro, thuj. Kujna kam hak mi adha një Rasulullah kam vetë vetës. Po nëse kam edhe një gruas tane. Gruas, tani fëmijëve. Tani nanës e babës. Pse? Sepse ku është kjo respekt ndaj nanës? Po, gjithçysh respekti. Po respekti edhe përkujdesja ka dallim. Se për përkujdesje baba ka bërë ndaj nanës. Unë kam ndaj gruas tëm. Për atë arsye djemt e martuar e kanë halal nëse i blejnë diçka gruas, këtë rast që jetojnë me prind, pra dhe që jetojnë me prind, e kanë halal me i relaksu gratë e veta, me i blejnë diçka, qoftë edhe tinza nanës e babës, nuk është gjëna. E mirat mire se mbledh edhe nanës edhe gruas, po janë nuk kojnë rati. E ka vesh një qikollatë vogël me blejnë. Edhe dhe dhujë gruas. Po dhe, kuna mja dhanë, po. Shef jep gruas, s'ka gjëna. Por, respekti si respekt, nanët me respektu. Sepse është hadith për shefët, kiamet është njeriu i jep përparësi gruas ndaj nanës, lehat me seliti. Dhe këtu nëse më lejan kisha me të cek edhe një këshill të vogël. Kemi telefonate, po është me rëndësi kjo këshillet preta, i zotnia që Allah në xhenet e qoftë ato dhe ty dhe tonë musliman. Shumë djemë, vllazën tonë, nuk din me rujt ekuilibrin mes nanës dhe gruas, për atë arsye dështana, jo prishet me gruas, prishet me nanë. Thoj, s'pojmë me rujt një ekuilibër, s'pojmë është për ka pak ndoshta dhe nuk pëdin. Do të pas një psikologji, me rujt ekuilibrin, me rujt dashurin e vjetër të nanës që ke pe që ke qeni vogël, por me rujt dashurin e gruas që ke fitu frikë. Kjo ruhet në shumë mënyra, ndërto me bleka në gruas tinza nanës. Po ndërto, që është që po du më fokuso këtë pikë pak më nalë, kur jem prezencë me nanën me babën, mos e lëshën shumë me gru, mos kesh shumë me gru, mos më hajgare shumë me gru, se nana gjelezën. Nana gjelezën. Se e femen, anë pëse nana, e prapa femen. E vetë me vetë e thët, ma mur djali. Për mu që më ka gjithë. Ma murë djallë, thëtë, kur këtë është me mu s'ka kesh, kur me mullas s'ka bo që shtë, me grune vetë, gojën nga shumë vesh, o krashme të mahabet, edhe gjelezë nana.
Të lezën. Për atë arsye ti me gru, kër jenë dhëmë tane, dash përveldu të rehu, dash bahajgare, dash kesh pode, luj, është drejtë jotja. Por jo para nanës. Me që në ti të nanë, baba më ndrysh është. Me që në ti të nanë të pas kujdes. Për kështejnë nanës ma shumë. Dhe në këtë mënyrë, nanave të vetiju, aty nuk të thëtë, vetëm vetë të thëtë, djale e mburra. S'po marrë. S'po marrë. Kemi telefonat nësë është në linjën, ku adrojmë, alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Jo kisha disa pyetje me bëhoqës. Urdhënoni me pyetjen. Jo thash jemi disa motra muslimane. E gjurmane falim në shtëpi, dikush po thotë është mirë, dikush jo. Çka menon? Në rregull, faleminderit. Edhe një pyetje tjetër. Urdhënoni. Në përobor gjënë dish vorë, buk, shka mos e është mirë me shtëpit me qatu jenë abdesin të borën. Faleminderit. Natën e mirë. Edhe se në për... Jo, edhe një pyetje tjetër. Po. Asër jo nam do shumë shojmë lopë, fëmijë, shka do me fanë? Rregull, natën e mirë, edhe pse hoxha do thotë ëndra tuk i komenton, pyetja e tretë. Pyetja e dytë të varë. Disa Pyetja motra e parë muslimane. bjerë me njëherë. Kusht ka thonë e motër ty me falë gjimani, shpej Allah në gjennet qoftë. Kusht ka thonë? Kusht ka thonë që bën me falë ti gjimani shtëpin tane. Ka morë ti këta. Në shtëpin tane dhe vetën, me motra, me këndë të qofsh, e falë një drejk e jo gjimani. Nëse dhe me falë gjimon, dilin gjami, nëse ka vend për grado, disa gjami kanë vend për grado. Nëse ka hapësirë. Për ndrysh Allah, se ka obligu juve gjimon, nëse obligove të vetë qas të ka obligu Allahu, falet e shpia dreken dhe kry meselja. Edhe nëse një me motër, ka la blake 10, 50, 500, sa dhe qofshi, e falë një drek, e nuk falë një gjimon. Meselja dytë, me sërpi ka borën me ujtë abdesit, nuk qënë peshe e punë. Asgjë nuk qënë pesh, po të nëse dënë me hjek marakun, uj fry, me rëk dhe uj qështë uj, një kant, një bakal, një anë, që do kërëp trash, përzije ka pak qkrijet, po të njëtë ku edhe fry ujt, knejsore, edhe fry ujt, e të në që ta uj që i frynë edhe pen, apo jep dukuj me pi, ujt frynë me koran, që ta uj e sërpik, qështu, që ta bën, nërsa ujt abdesit. Një pyetje e radhës thotë jam në klasën e 9, çfarë drejtimi më preferon hoxha të shkoj në shkollë të mesme për medresa apo ndonjë drejtim tjetër? Çfarë ta shef që ka prirje, ka ambicje për më bota zami. Do në bo mjek, do në bo inxhinier, do në bo... Falon shtat mjekësin apo medresën? Po, s'ka dërë, po të sprish punë, po. Do në bo mjek, do në bo hoj, sepse është më rëndësi shumë... Medresja ka rolin e vetë, nuk diskutohet. është më rëndësi shumë që fëmijët të zbulohet prirja e tij të cilën e kaj. E që kjo fatkeqësisht në Kosovën tonë është zero. Në Kosovën tonë është zero. Në vendet e tjera, në veçantë në vendet e zhvilluara, ka psikolog të veçantë, të cilët e kanë për detyrë me zbulue aftësitë, prirjet, të cilat i kanë nxënësat gjatë klasëve të ulta, në mënyrë që të punohet me ta në qatë drejtim dhe të nxiten të stimulohen për qatë drejtim. Për shembull, i shef disa fëmijë qysh vogëlia i peqë le, ajo është me sharafa, ajo është me do dona, ajo është me do farveglat maqinë. Jep e kuptu se ai maqinerin e kanë zemër. Jep me kuptu se bëhet një inxhinier i maqinerisë, ekspert që është shahari i shteti.
Tjetër atje me do tela, me do diçka, me do drita, me do... Po të inxhinier elektras. Inxhinier elektras, la. Tjetër atje ka që kanë, mësa matematikën, e ka 2x2, 2x4, bëm, tabeli shfrytëzimit e tjerë, sa trohe vëgëlej. Ta në lanë tjera, baki ka 2-3 matematikën, se më sukur, se më sa heq, për mërë 5 që, pa të gjënah me që të tërkon, gjënah me që të tërkon ata. Pa që o vëlla matematikë, se matematika është zemra shkencave natyrore. Tjetër atje ka në shpirt e ka të mbil në dashurin, për mi ndihmu të njerëzve, për mi mjeku njerëz të tjerë, natyrisht ka dhe një hori për gjithë shkencave, që për mjekësi. Është mirë me zbulu këto, e jo thjesht valla pse po kam qef, po vetë qefi nuk mjafton. Sepse të njëherë ki qef me shku me dreze, ta ki qefi ndryshon. Tani ki qef me kanë mjek, tani ki qef me kanë e farë piloti, tani me bojnë e farë sociologu, e të sënë është me të ndërru. Për ata dhe për hoqë. Sa fëmija shka me dreze? A sa bojnë për ty në gjellarë? Një prej shkaqeve është se nuk është drejtue, nuk është udhëzuar fëmiju në atë që ka pas prirje. Njëherë nuk është zbulu prirja e ti, fare, s'ka punu kërkush me të, pastaj nuk është udhëzu natyrisht, kurse kur nuk e zbulon prirjen atë që shetë qëllën, të për di që ka djallit prirje, por valla unë veç përhoq, të kur nuk e qej djallin. Po ti, dërme që përhoq, po a është aj përhoq? A ka prirje për hoqaj? Valla Shpërblet, atër, pyetja radhës është të një vëlla prej Austrisë, mestet, unë të fatikisht të marrë mest, mbi çorapa, në punë edhe në shtëpi. Por a ban me marrë edhe në shtëpi, sepse kam dëgjuar se për qef, pra për dëshirë nuk ban me marrë mest, vetëm kur je në punë, edhe kam çorapat mbi zog. A mundëm me marrë apo jo? Si që? Për që kanë dëgju të që në shpe nuk bën, jo s'kanë dëgju, ose kanë dëgju dalash. I ka thonë dëkur është të gëndër. Ose s'kanë dëgju heq për do këtë ty që ashtu. Por me sjelja është që mestet janë edhe për punë dhe për shpe ku do. Vetëm se, kur i e vendas vendin tënë, dohet 24 orë pas kohë namaz, 21 natë. Ndërsa kur i e ultar, 33 natë. Kjo është dallimi veç. Por, ku deshtë të më fokusu që tha çorapat, isha bati një pyetje çfarë çorapa. Nëse më ka çorapat holla, çorapat grave që unë i quaj ato çorapat holla, hajgara mos bën me to. Kryesisht rinia hajgara me to mos bën, çorapat grave, çorapat holla me dha mos, hala pa e la kamën, pa e la çorapat, lagët kama, lehat mesele. Në 4 mëdhëbet, kërkosh na ka thonë çështo. Nëse ke çorapat e trasha, don me dha mos, dil në pazar 2 euro, ti blejën në mëspat, shtehet kudesh për shtipja Austrisë, ti blejën të çorapa, shtë kam pazarin nga që pinë për s'ka e kam që atë, ti blejë të çorapa trashat mira, edhe një part jap me veti, 2 part ti blej, një par i masat rreshtu, po dhe 2 part bojnë bëll, edhe mas çorap të trasha, që quhen çorapa dimnit. Edhe kjo është me lehtësim, nuk ka me shtrëngim, kjo është me lehtësim të ulemave, sepse me shtrëngim të ulemat me qenë mesja për lkurës, apo me qenë poshtë lkurë. Por me lehtësim të ulemave, është me qenë çorapat, ama çorape trash. Se çorape holl, ajo është për punë estetike. Punë zinet estetike, si bukurim e sapi. Sigur se femrat i veshin çorapat, vend që me mlu kamën, veç as bukurojnë qatë kamë. Pse mblujnë sene që as bukurojnë. A i gara më zba. Çorapat e trasha vënej, ma të trasha, e jepi mest. Natyrisht mizër kamës, po, the. E marrëm një telefonat të radhës, alo? Apo dëgjojmë telefonat, ha? Selam aleikum, një shikus nga Libjomi. Aleikum selam, po? A bani pyetje hoqës? Pa tjetër urdhno, vëlla me pyetjen? Na kemë dërmen me shku haqë, me dhosh dhe t'kypin. Po? I kemë një 2 dhëmë të katët, e kemi në gjitë herët, para lufte. A është e pranueshme me dhëmë të katët me shku haqë? Me dhëmë të katët, apo? Në rregull, faleminderit për telefonatën dhe pyetjen. Selam aleikum. Natën e mirë. Kur kanë folur ulemaja për dhëmë dukatit, kur kanë folur ulemaja për mbajtjen e dukatit, për mbajtjen e dukatit, i kanë përmbledh hadithe e pejgamberit alayhi salatu wassalam, qëndrimet të shokëve të tij, dhe kanë ardhur në përfundim se kudo që mashkulli ban
diçka dukatit, tarit, ndo një rreth, ndo një vath, ndo një onaz, ndo një zinxhir, është haram. Është haram i madh. Dhe sa në realitet e ka një gaz të xhehenemit. A e ka në zënarit, për ka gaz të xhehenemit për ditë kiametit. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një rast, kur e shen janet një rreth diçka në nas të tarit, e thot, a gaz për gazave të xhehenemit në dorë tona, të më rrotaj, e ka për gjumë, me njerë e hjek. E pejgamberi shkaj. Ata do shoket që të afer, thënë, hej, ka për marrë me re, se pejgamberi nuk të tha me hudhë. Pa i tha, për dorës tane heqe, ti e pja grusa, nanësa, babësa, vallaj, tha, qëtët që e kumë hudhë, që më ka ha pejgamberi nuk e marrë më me plasë. Pra, i tha, a gaz për gazave të xhehenemit? Mirë. Pra shtem këtë bojnë të dhëmt. Nëse njeriu në gjatë dhëmë të arit, i ka ra dhami, për me lidh dhëmë, për mos me prish, me najtë me i fort e tjerë, nuk ka dërt, nuk ka nevoj me hjek. Por, nëse ka dhëmë të shnosh, që unë shtë që kam shnosh, alhamdulillah, për Zotit, edhe për më duk mjë, dhe kur të keshim ka pak, ka nëpse mu së më duk, edhe për kur të keshim më duk, unë ma kavalera, shka e veshin e dhëmë për jarit. E veshin me ari. Qa e bjenë që kjo? Kje bjenë me në madhësi. Kje bjenë, nuk ka nevoj tashma. Ja nuk kam nevoj. Unë e kom gjitë vesh për menet madhe, me kalëzu që në kam dhëmë të arit. Që kjo gjëna? Nëse kënë gjitë që shto, edhe ke mundësi me hjek nga vllanë heqe. A nëse kënë gjitë thjesët ka ra dhami, të kanë ra dham, ka në bënë një farë ure, me gjitë do një dham, ose është të drëdhuaj, këtë do më rëdzu, kalë do më rënuaj, dhe të e vesh me forcue me ari, maje, s'ka dert heq, e në haqë, Allahu të boft ka bëllë, inshallah Zoti ka thamë, e ta letan e shkan haqë, ta pranë në haqën ja Rabbi. Hoxhë nderuar, këtë emision po përmbyllim me një mesazh i cili thot: Asalamu alaykum, përshëndes Hoxhën shumë, e përgëzoj për libra dhe e përgëzoj për punën dhe mundin e tij që ka dhënë për popullin tonë. Inshallah ka jetë të gjatë. Asalamu alaykum. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Zoti është përbleft ata dhe ty dhe tanë muslimanët, e na pranoft mundin tonë edhe çdo kujt që derdh njerëz dhe jap mund sa do pak për din, për vatan, për këta njerëz, për këtë fe, për këtë shoqëri, po dhe për ma gjerë, atë sa ka mundësi, natyrisht. Inshallah Allahu na përdor për punë të hajrit. Qysh dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ka për njerëzve që janë qelsa të hajrit edhe dryna të sherrit. E Allahu na bëft qelsa të hajrit, që qelin hajr, hapin dyrë të hajrit, ka të shkojnë. Pra, për hapin vlera, mirësi, në njerëzit, tek njerëzit, dhe largojnë sanet liga. E ju të kondërten, sepse është pjesa e hadithit tjetra, ka për njerëzit që janë qelsa të sherrit, ka që kënë hapin sherr, dyrë sherrit, dhe dryna të hajrit, e mbyllën hajrin, Allahu na ruaj për aty në njerëzve, pra Zoti na bëft ndvyshëm, dobishëm, frutdhënës, punëtor, por mbi të gjitha dhe para të gjithave të sinqert me Zotin lartë në qiell, edhe të sinqert edhe me njerëzit poshtë në tokë, sepse pas sinqeritet dhe pa devotshmëri sen Zotit s'ka. Amen, falem Zotit. Shikoj të nderuar, këtë është fundi deri në javën e ardhshme. Ju përshëndesim me selamun alejkum.